pastaj hiqet ai tjetri, vjet ky tjetri. Për cilën gjykat po flas. Edhe një herë, nuk po të them, o vlla im, nuk po të them, o vlla im, unë po të flas, o vlla, unë po të flas për gjykatën, unë po të flas për gjykatën në ore, tani do të bësh mua të shaj gjukat dhe unë gati jam. Po do më prish punë me Europën. Po mos më fut në sherr me Europën prap. Unë gati jam të bashkohem me ty. Po problemi është që po si ta bëjmë? Po mirë, dakord. Hajde bashkohemi bashkë, ti gjejmë shtëpinë gjykatësit tuaj tani. Ne ja gjejmë shtëpinë. E po e kapëm ne të dy, bashkë me të tjetrin nga mbrapa, gjykatësi nuk ka asnjë shans. Problemi është, kjo është demokracia. Demokracia është kjo. E po si, nëse i hym kështu, pastaj duhet, po pastaj i bie që po kërkoni nga, po mund, o sapatale në zeta, në kanë, po s'është, po më rrëve qatë them në shkredi. Unë di këtë, fuqia ime si kryeministër mbaron aty ku fillon fuqia e gjykatës. Më fut mua tani të shajmë gjykatat merr me gjykatës dhe pastaj i bie që në fund të fare po ndetëm ne këtu duke marrë me ata do vinë na kapi të dyve pastaj. T'ja lëm dikujt tjetër, ka dikush tjetër të thotë diçka, t'ja lëm dikujt tjetër? Përshëndetje, zoti kryeminist. Edhe unë jam pjesë e komunitetit të Yzeqes. Nuk ka kush Yzeqes. Nuk ka kush, po ka plot në Yzeqemi tjetër. Unë jam me Bogor. Nuk ka asnjëri që të thotë nuk jemi dakord të bëhet për investim. Investim shumë i mirë, sepse investimet kur pasojnë njëri tjetrin janë shumë të mira. Siç është për shembull aviacioni që po ndërtohet edhe ky aeroporti. Edhe ky lloj biznesi që është biznes shumë i fuqishëm, me kosto shumë të lartë, është shumë i mirë. Por u deshi shpjegim juridik i cili u bë fal edhe takime që bën me kryetarin e bashkisë, edhe me të dërguarët tuaj. Dhe njerëzit po thoj se u sqaruan edhe në vet, pastaj edhe pjesa tjetër. Ka të drejtë gjithkush që të pretendojë. Unë jam respekt për atë që pretendon për pronën, jam respekt për mjedisin, ta mbrojmë. Jam respekt edhe për komunitetin, sepse biznesi ka lidhje me komunitetin, bashkohen të dy, ndihmojnë njëri tjetrin, ushqejnë njëri tjetrin, dhe nuk do të ndodhë ajo që por kalojnë gjërat. Tani, unë jam një pjesë që them, jam dakord, si unë ka plot, jemi shumë pjesa më e madhe, pjesa turmuse. Unë nuk më të flasë e mërtyre flasit të vartë tjerë. Kështu që ne falenderit çka keni bërë dhe çfarë do bëni. Këtë e ke futur tim, nuk. Jo më bëj shaka, po tani... Se kam edhe shumë mirë me kryetaren, se kam mirë muhabetin. Se ke mirë me kryetaren. Jo, se kam. Po mirë më, dakord. Çështja është, ka pyetje të tjera që mund të jenë për pronën, mund të jenë për zhvillim, çfarë doni ju? Më bëni pyetje ose keni gjëra të tjera për të më thënë mua nga këto që dëgjoni, nga këto që ju thonë, nga këto që se në fundit ju keni interesa të drejt për drejta te kjo zonë. Prandaj, jepja pak ti se me zi po pret flasi, jepja këtë. Po qa ke gjithë? Qa e biznes në vërnes? Kemi operator turistik. Lëre mikrofonin se ti je dakord me projektin. Jepja diku që s'është dakord. Jepja dhe këti zotërisë. Geron Latifi, Glonjat, edhe unë si a i zotëria, kam lidh jetën me Zvërneci, nuk jam nga Zvërneci. Shumë mirë të zhvillohet zona. Ne e dim çdo me thënë zhvillimi i zonës, se kemi 25 vite që po e zhvillojmë një pjesë të asaj zone. Shumë dakord me ata që tha tyve, përveç një diçkaja. Gjithë këta njerëz të mirë, unë e njoh personalisht i gjithë, janë popull i qetë, i mirë, ndoshta në një mënyrë e folur jo ajo që doni ju. Jo, më thjesht, këta duhet të flasin e gëzajnë si flasin,
pjesë unë pretendoj të flas dhe unë mos më lëm pa folur, kaq. Sakt. Se nga këtë punë të folur tash unë, e kemi të dy palët njësoj. Unë se kam nga pjesa këtej të folurën që s'lë të tjerë të flasin. Unë jam nga Llabëria, kështu që të tonin edhe mund ta kisha edhe më të lartë, por i flasim logjikës. Nga pantallonat. Do më falni për këto, desha të kërkoja falje që në fillim Jo, për unë i falje. shpërtita atyre. Nuk e lam se me pantallonat shkurtë, ai thash edhe kjo më duhet, më dali nami që unë shoh njerëz nga pantallonat, po unë gjithë jetën i kam dashur njerëzit i veshin pantallonat si duan. Atëherë ju thatë që për sa kohë flet gjykata, unë hesht. Juve. Po jam shumë dakord, ka dalë pronar në det. Po, do të shikojmë të sheshi flamurit lartë e shtiza në një ditë. Është e vërtet. Por, për mendimin tim, siç bëni një VKM për një rregullim, për një riorganizim të një pjese, pse mos ta bëni një VKM? Stop. Dhe zgjidhë çdo gjë. Stop çfarë? Stop. Anullim i asaj pjese. Ati që thot kam tokën në det, është pa dëgjuar. E pra, po ti besoje ose jo, këtë fuqi qeveria nuk e ka. Opa, não viu?